Përshëndetje shumë të dashur, unë jam Brikena Krasniqi nga Kids Day. Dhe sot po e fillom një podcast të ri me një mysafire jashtëzakonisht të veçantë, Lira Gjika, e cila përveç se është pediatre, është edhe një zë shumë i veçantë në prindërim, në këshillim, dhe për këtë do të bisedojmë me të për shumë gjëra të vlefshme sot. Mirë se erdhe, shumë mirë të takohemi. Faleminderit për ftesën edhe për fjalët. Gjithmonë kënaqësi të jem këtu në Tiranë, edhe të takoj njerëz sikur ju që me të vërtet ju kam përcjellur dhe frymëzohem nga gjithë ato çfarë dëgjoj edhe lexoj nga ju. Shumë faleminderit që e mbështesni punën time. Faleminderit. Do doja të bisedonim bashkë, me qenë se ju jeni një pediatër, edhe njihni natyrën e një fëmijët jo vetëm për nga ana emocionale, psikologjike, por edhe nga ajo fizike. Dhe kjo gërshetimi të dy javëve bashkë dhe rëndësia e gjithë kësaj, që nga ndoshta dita 0 deri tek rritja e tyre në një moshë madhore. Cila mendoni ju që është faza më e rëndësishme e jetës së tyre? Ka ndodhur, domethënë këto vitet e fundit, domethënë pas 2000-s, ka ndodhur një situatë, një ndryshim i madh në të konceptuarin e fëmijëve, domethënë si fillon jeta, kush është më e rëndësishme, genetika apo mjedisi. Edhe sot, unanimisht shkencëtar, psikolog, filozof janë pajtuar që genetika është një potencial. Mjedisi është kryesori. Marrëdhënia që ndërton dhe kush është mjedisi për njeriu, marrëdhënia e të parriturit me ata që janë të rritur. Po. Pra, dhe kontakti me fjalën. Komunikimi, fjala. Sepse ne elementi jon autentik është fjala. Domethënë, dhe këtë ka vetëm njeriu. Dhe pa atë fjalën ne nuk e zhvillojmë dot, dhe pa jo vetëm duke e përdorur, po dhe duke jetuar fjalën, ne nuk e përdorim trurin ashtu siç duhet. Dhe duhet të ndodhi në kohën e dur, se si të gjitha gjallësat ne jemi qenie kohore. Kohore, po. Dhe ky është kufiri jon që na mbyt ose na shpëton. Ne duhet në mirëritjen e fëmijës, ne duhet kemi patjetër si kusht të parë që të qenit kohor. Kufiri i parë. Kufiri kohës. Që të mos ta shpërdorojmë. Po, nuk i kemi dy jeta, kemi një edhe duhet ta jetojmë në kohën. Kur vjen këtu, kur futet në trup jeta, ky trup këtë jetë ka. Ka këtë kohë. Pastaj jeta vazhdon në forma të tjera, por ky trup këtë jetë ka. Dhe sot flitet për 1000 ditët e para që fillojnë që nga ngjizja, momenti i ngjizjes dhe deri në 2 vjeç. Natyrisht edhe 3 vjeç ka, por këto janë si thua thelbi janë 1000 ditët e para që mendohet. Jo shpeshherë dëgjoj që trajtohet rëndësia e një jete nga ngjizja, shpeshherë. Po, e mendoj kjo ishte shumë e veçantë kur vjen këtu atëherë. Po jo vetëm tek ne, domethënë në përgjithësi, në gjithë. Po thash mbas viteve 2000, po të shohësh qoftë organizata botërore e shëndetësisë, qoftë për fëmijët, gjithë psikolog, neuroshkencëtar flasin fuqishëm, biles me forcë dhe të alarmuar me shumë pasion që si duhet të shkundemi dhe mos mendojmë, sidomos te ne, që fëmia ka kohë. Ky është një problem madhor i joni, se në tematës hajtë se ka kohë. Jo, kam kohë unë që jam grua e vjetër. Po. Fëmia nuk ka kohë. Vetëm fëmia nuk ka kohë. Urrite, pastaj ke kohë e rregullon. Sidomos vitet e para, domethënë ditët e para, orët e para, muajt e parë janë esenciale, domosdoshme. Aty ku vendoset gati fati, 70% vendoset në këto 1000 ditë. Pastaj në dorë të Zotit, ata që besojnë në Zot, sepse ka fëmijë që me gjithë që rriten keq, resilienca e tyre e trurit është e tillë që e përballon. Por këto janë shumë të pakët. Të rralla. Pastaj rritesh, nuk ka pse të ngelesh në dorë të fatit. Se s'mund të them të Zotit. Zoti na i ka dhënë mundësitë edhe, po.
nuk ka pse të ngelesh në dorë të fatit, u kujtohet, apo jo i rriturit, të thot fjalën e dur, ti përdori gjërat në kohën e dur. Duhet të edukohemi në këtë aspekt. Edukimi vërtet është një problem serioz, që do të mundohemi sa do pak. që duam të harrojmë shpesh kur nxehemi, sidomos kur nxehemi. Kur nxehemi, po. Dhe bile se tregoj nga periudha dhe si fillon e mësuara, si fillon komunikimi i jetës së re në trup të nënës me nënën. Tregoj nga sa fillon deri në 30 ditët e para. Zemra e fëmijës është kështu e çrregullt e rreftë. Po. Nga dita e 35 deri në 40, do të thënë 35, po. Fëmia dëgjon muzikën e parë, që është zemra e nënës, dhe kështu thuhet, zemra mëson zemrën, dhe sikur nëpërmjet zemrës nëna i thot, e shikon si e bëj unë, bëj edhe ti zemrën tënde. Po sintonizojnë, është shumë e rëndësishme, se sinkronizimi është imitim, ndërsa sintonizimi është duke patur modelin dhe ti bën veten tënde. Merr model dhe ti pastaj. Me modelin, si e ka bërë ajo, edhe unë mund ta bëj. Do të thënë, është e çuditshme, kjo është, nuk i kam thënë unë këto llafe, kjo është shkencë. Shkenca. Dhe gjondet lehtë të hysh në internet. Është çështje ditësh, do thotë kur thuani nuk duhet të humbim kohë, nga dita 35 deri në ditën e 40 janë për 5 ditë ai bën këtë hap të madh, zemra e tij rre si zemra e nënës. Domethënë rajn bashkarisht. Bashkarisht, po. Dhe i thotë që nuk jam vetëm, po ta marrësh në këtë. Se ne dhe pastaj në 3 muaj është e çuditshme sot, për shkak rekomandohet që edhe babai të preki barkun e po. Në 3 muaj fëmia dallon dorën e nënës nga dorën e babait. Dhe mëson numrat, që nuk janë më 1, po janë 2. Po janë 2, wow. Po. Në 8 muaj duken kështu si është e mundur. Si është e mundur, po. Mirë, po jeta bazë ka njohjen. Edhe nga një herë që i marrim si të mirë qena këto gjëra, që po aty është babai, bën këto lidhatimet edhe e marrim sikur është e parëndësishme. Ndërkohë është kusht në të vërtet ka një kusht për zhvillimin e trurit. Trurit të fëmijës. E gjithë procesi të jetës, po trurit, sidomos të trurit që aty na ngatrohen se ku e ka mendin vendja, se ku e ka vendin mendja nuk e dim. Nuk e dim, po. Por truri dim që ka po u zhvillua mirë, e kemi të lehtë të mësuarën, e kemi të lehtë marrjen e vendimeve. Dhe duhet filluar që në këtë periudhë. E kështu me radhë, në 8 muaj fillon ai që quhet lëvizja e syve, gjumi rem, lëvizja e syve aty ku fillon, edhe vedia e njeriu në 8 muaj. Pra kur vjen këtu ka marr. Po flasim prap ende jemi në barkun e nënës, sepse kur thua 8 muaj duket sikur lindi tani edhe 8 muajt e parë, por që të bëjmë të ditur që ende jemi duke biseduar për para lindjes. Kur fëmia është akoma rëndësia e gjëra këtyre, po. Edhe kur vjen këtu, për shembull, fëmia, siç thon studimet e gjitha, domethënë nuk e çan dot murin. Dhe është fëmia që e çan këtë mur, që e bën të mundur lindjen. Natyrisht rrakja e zemrës nënës është aty, shpeshherë mund ta ndihmoj, shpeshherë mund ta pengoj, po ai vjen vet, domethënë, ai merr vendimin vet që do dal që këtu, se e di që po tri aty do vdesi. Ka ardhur koha. Ka ardhur koha që duhet iki. Flasim për kohën, po. Edhe vjen këtu. Po. Dhe ne të tëra këto si marrim konsiderat ose i merrim të mirë qena, sikur është zakonshme, natyrale, lindi, po. Ndërkohë është një proces i tërë që e përgatit njeriu për të përballuar ardhjen, domethënë jetën këtu në tokë. Në tokë, po. Dhe natyrisht i duhet patjetër nëna dhe babai për të mbështetur. Sa më mirë të ushqet nëna, sa më e qetjet nëna. E përçon. Jo, për shembull, nuk në traditën tonë është që ne nëna s'di është e re dhe hyn këto nënat e vjetra. Po, të më ndihmojnë. Nëna e vjetër në këtë rast është o duhet ndihmoj nënën që
ajo ta kryej. Jo ajo të marrë përsipër të ndihmoj detyrën. nënën, jo të marri fëmijën. Për shembull, këtu ka qenë jo se s'dije, mund ta mbysi, si erdhi qumshti. Para E bëj gjykime nënën ndoshta, të ha? dyshoj. Të Në dyshoj. vend që ti thon, jami më ke përballë, kështu bona dhe unë, nuk e disha, e mësova. E mësova. Je këtu, nuk je vetëm. Dhe ta nxiti nënën të jetë aktive që ditë e para në jetën e fëmijës. Që fëmija të kapi pse sot, kur lind fëmija e vendosin direkt në trup të nënës. Jo si më përpara, që e kanë vendosur anash. Nëna mund ta infektonte. Po. Nise, tashi, prandaj thash, jemi dhe qendje kulturore dhe jemi në kushte të tjera mbase kushtet e me zhvillimin e teknologjisë dhe jemi në kushte të mirëqenies. Është një mirëqenie goxha niveleve më të larta tani, po. Jo më si vite përpara. Për shembull, një tjetër problem i madh që ka qenë është djepi. Djepi, Sa i bukur është kështu kur thua djep, aq i frikshëm është se izolon fëmijën, nuk e lë të eksplorojë, të njohë, pengon zhvillimin fizik të fëmijës, rrugët nervore, domethënë nuk e lë fëmijën të përdori dorën, të njohë që ne nga dora ndryshuam. Domethënë ajo lidhja, ai frenimi. Mënyra, po. Harrojmë që fëmija në bark të nënës ka qenë në ujë. Dhe kur vjen këtu, del në terren të thatë. Po. Dhe kjo është një proces goxha i rëndësishëm. Adaptimi, po. Fëmija pa kapur këtë të njohur nga, domethënë, ndjesinë e të qenit i lagur dhe shihen e të qenit i thatë, është një proces i tërë psiqik, neuropsiqik, që fëmija duhet të adaptohet. Nuk se kapi këtë diferencë, nuk arrin të kapi kontrollin sfinkterial, urinimin, fëmija duhet shijoj të qenit i thatë që të mund të fitoj kontrollin, të arri kontrollin, atë urinimin natën të ndërprite ose ditën. Gjatë viteve që të marri kontrollin e urinimit dhe të defekimit. O duhet të shijoj këtë gjë dhe e ka nëpërmjet shijimit. Po. Jo, nuk është një mësuar kështu racionale. Teorike, por është diçka në përvojë, një përjetim. Dhe një përvojë e këndshme. E këndshme, po. Sot rekomandohet që në 6 muaj të prezantohet me librin, dhe vlera e të lexuarës është jo vetëm që në zhvillimin gjuhësor, sa më shumë fjalë të dëgjojë, njohjen e emocioneve, aq më shumë këto rrugët neuronale fuqizohen, zhvillohen, njihen, e bëjnë të ato që zhvillon ato karakteristikë që është vetëm e jona, fjala. Dhe ne pa fjalën nuk mendojmë. Komunikimi. Pa fjalën nuk njohim emocione, pavarësisht janë produkti emocioneve. Dhe pse duhet të mësoj dal nga dal kujdesin ndaj fjalës. Nuk mund të lëshosh një fjalë pa një pasojë, po, se edhe në qoftë se e thua në natë sipër, ajo të mban gjallë ose të shton ngarkesën negative. Sepse fjalët janë të lidhura, janë produkti i emocioneve tona. Fjala qoftë pozitive apo negative, ajo do të jetë një Po jo, dhe kur i themi për shembull, një vdeksha unë për ty, për fëmijën është e rëndë. Sepse vdekja ai nuk arrin të bëj perceptoj tamam si kënaqësi se kjo e do shumë. Po ç'është kjo vdekje këtu kush duhet vdesi? Po. Fjalët janë të lidhura, domethënë hapin si thash themun sirtare të emocioneve, të ngarkesave tona emocionale. Prandaj këto duken kështu që ç'na gjeti ne. Na gjeti kjo që jemi këta që jemi. Përgjegjësi, kemi këtë përgjegjësi. Që ne në raport me përgjegjësinë jemi problematik. Sepse nuk mbajmë përgjegjësi për fjalën që themi, se e do shumë, thot në mamaja. Po, e do shumë. Ne betohemi për kokën e fëmisë. E kjo është shumë e rëndë. Ne themi më vdek të çuni vetëm. Po. Kjo është, të paktën flas për këtu. Po edhe në Kosovë kemi kur të bëjmë be në kokë. Njeriu po da bëj be, le ta bëj për veten e vet, po jo për fëmijën. Kur betohesh për fëmijën, do të thotë sikur vën në diskutim të ardhshmen. Po kush mund të jetë garanci?
kush mund tjetë, askush. Jo, e vë në dyshim, themun, se ne themi më vdek të çuni vetëm dhe vdekja është e ngurtë. Nuk bën. Aq më shumë për fëmijët që nuk e kuptojnë si koncept ende. Dhe nuk mund thuhet. Dhe gjitha këto, sidomos kur I themi në se ne mendojmë që fëmia nuk dëgjon po ne jemi pengi memorjes tonë. Dhe nuk e kuptojmë se ne mendojmë që atë që kujtojmë, ajo është. Mirë, po memoria nuk është kështu. Ne 3 vitet e para të jetës nuk I mbajmë mend, po ato na dominojnë në të ardhmen. Dominojnë. Sepse është kur flasim ose kur dëgjojmë jemi në një mjedis banal, bazik të folur, ajo është si ai uji, ti nuk do ta dëgjosh, e refuzon ose nuk e ke mendjen kur flet ai në prapavija, po folsi, po. Ajo ynë në menor pa e kuptuar ti që ka. Dhe ajo dëmton, pikërisht është si të ngatrohet uji I pastër me ujin e pisët. Po ti nuk je I vetëdijshëm për këtë gjë. Prandaj me fjalët duhet shumë kujdes. Gjithmonë është thënë, fuqia e fjalës. Me patjetër, fuqia e fjalës është shumë e madhe. Duhet mbajtur, sidomos në edukim, duhet mbajtur në qendër të vëmendjes për fëmijët tanë. Nëse I vërtet duam, jo se si duam, po nuk dim të duam, ose nuk e dim kush është ajo më e rëndësishme. Duat besoj që I duam. Për dashur I duam. Dhe duam po të nuk dim të duam, kjo është një. Për këtë duhet të edukohemi, të bëjmë më të mirën për. Dhe prandaj thuhet që I rrisim fëmijët, apo na rrisin, apo rritemi së bashku. Po kjo është një dilemë. Dhe është e vërtet që fëmia të ndihmon të rritesh, dhe specialistët thonë, këto sidomos të psikologët, psikanalistët, që njeriu ka 2 shanse të edukohet, njëherë kur e rrisin dhe njëherë kur rrit fëmijën e tij, sepse ai reagon nëpërmjet memorjes tij me fëmijën. Atëherë, po ti I vëmendshëm, ai kontrollon ato që janë të mira, I filtron, I vej filtr. Ishte fjalë saktë, tamam të vëm filtra. Të vëm filtra. E vërtet, unë kështu një ditë, nga ditët, djalin e vogël po e inhaloja, thoni ju, që kishte problem pakës me mushkrit, ndërsa djali I madh në një moment më kujtohet kur kam qenë në kopsht, aty kishim një fëmijë që kohë pas kohe mësuesja duhet bënte këtë gjë. Dhe kështu I erdhi në mendje, I erdhi në mendje, thash, po ti asnjëherë nuk e ki përmend këtë më herët. Edhe këtu se sa shumë ka fuqi në për çfarë ka kaluar një fëmijë, qoftë edhe siç thënë ju pa vetdije, të gjitha ato informacione që ka marrë, se një periudhë të jetës nuk mund ta dim se si do të vijë ajo pastaj në pa. 3 vitet e para ne nuk I mbajmë mend, se nuk është pjekur truri, nuk janë ndërtuar ato rrugët sinaptike, neuronet, domethënë sepse dhe truri vazhdon piqet. Dhe pjekja e trurit baron nga mosha 27 deri në 30 vjeç. Apo? Po. As mundem edhe pak ta shtyejmë. Ta bëjmë 50 vjeç. Edhe pak, deri 40 të paktën. Po, kështu. Kështu që është një gjë në proces, po ti me mënyrën e të folurit, prindi dhe sidomos me kujdesin, domethënë me zërin e tij, se me shikimin e tij, e nxit eci përpara apo e frenon? Mua më la shumë përshtypje fakti I komunikimit për te fjalës, për shkak se ne e dim që fëmijët e vegjël nuk e kanë kognitiven të zhvilluar në atë mënyrë që të shpreh me fjalë. Gjuha e trupit. Po, gjuha e trupit, lëvizjes, është e kemi mësuar, e kemi brenda nesh të brendësuar. Po. Se pa fituar fjalën, fëmia lexon trupin e nënës, dallon aromën, shikon mimikën. Ne e kemi me tjetrin, po fëmia e shef atë. Dhe trëmbet, ose gëzohet. Po, edhe ky komunikim, sa është I rëndësishëm, edhe si do të kemi kujdes që të përmbahemi, edhe të kemi kujdes se si reagojmë ndaj gjithçka rreth nesh, pikërisht për këtë që fëmia të lexojë edhe të komunikojë në mënyrë të drejtë me ne. Tashi, dhe gabimin do bëjmë se pa gabimet nuk mësojmë. Kjo është natyra njerëzore. Mos kemi frikë nga gabimi, po në momentin që ne e shohim këtë, fëmijës duhet drejtuar këtë fjalë, nuk e kisha për ty. Që shpjegojmë. Duhet shpjeguar. Nuk ka asgjë boll të saktësohet, domethënë ta saktësojmë fëmijën që kjo nuk është për ty.
ty të kam, ose duhet thënë më fal, Kisha një moment. Nuk e kontrollova veten. Sa mund të bëjmë këtë gjë? E di sa e vështirë është, po duhet ta bëjmë. Duhet themi më fal. Duhet themi më fal se Dhe ajo që kemi frikë se humbim këtë autoritetin prindëror në momentin që na dhëm vetja, them, edhe egoja pastaj. Edhe më qifemi mbasaj sa unë jam mami, sa unë jam babi, ti më bëre kështu, ti e ke fajin. Janë këto që vazhdojmë dhe sot të akuzojmë fëmijën se ai na bëri për veprimet që kemi bërë reagim. Që e keq trajtuan. Këto janë, kjo është papërgjegjshmëri. Nuk ka të bëj fare me nëna në një moment ku humb kontrollin duhet kuptoj që në sirtarin e saj të memorjes, në atë kohën kur ishte dhe ajo kaq, mamaja e saj, shkoj zihet me maman, po jo. Sa ndikon mënyra se si kemi përjetuar, ndoshta nuk di nëse keni ndonjë statistikë ose ajo çfarë ne kemi përjetuar si fëmijë, pastaj të mishërohet në mënyrën e prindërimit ton, sa është shumë e efektshme, apo jemi të vetëdijshëm mjaftueshëm që të dim, të themi, okay, këtu unë kam frikë, unë këtë vetëdijen e kam t'jesh i vetëdijshëm, do të thotë të pranosh kufizimet e tua, të pranosh që je e shkuara, dhe fëmija është e arfëmja. Dhe ashtu si ai kopshtari që punon aty ke kopshti që të mbjelli lulet, po të hiq barat, që duhet bëjmë dhe ne. Mua më pëlqen kjo ideja që prindrit duhet jenë si kopshtarët, që pastrojnë, punojnë dhe lulja mbin vetë. Dhe rritet ashtu si duhet jetë. Se e bën vetë. E kjo është e vërtet, fëmija procesin e rritjes e bën vetë. Ne nuk e dim si e merr një fëmijë atë. Ne mendojmë se ja themi për mirë, po nuk kontrollojmë zërin, ose kemi ardhur nga një eksperiencë, kemi një aromë, jo, se kur je i mërzitur, trupi ka një aromë tjetër, ndërsa kur je i qetë, trupi ka një aromë tjetër, se emocionet tona përkthehen në reaksione biokimike, po. Dhe kur prindi e shef ashtu, i thë priti qik, rri qik larg sa të qetësohem unë se jam zi, do më thënë, nuk ka pse të kesh turp që je mërzitur me dikë, qoftë me baban e fëmijës, qoftë me një pjesëtar tjetër të familjes, është normale. Qoftë jashtë apo brenda familjes. Madje prandaj është familja që t'jesh ai vendi t'jesh pak i lirshëm, jo i vetvetja, po. Jo të kesh frikë nga nëna dhe baba, jo të kesh frikë të bruri nga gruaja, se e di ne shpesh bëhemi kështu ngërç në shtëpi dhe në rrugë shpërthejmë. Apo të kundërtën, për shkak të pritshmërive që kanë për një imazh që kemi krijuar atje në rrugë, mundohemi të mbajmë atë imazh dhe pastaj të gjitha ato që kemi akumuluar gjatë ditës shpërthejnë brenda në shtëpi, ndoshta edhe po shpërthejmë dhe në prezencë të fëmijëve. Të kemi kurajnë, themi, është i mërzitur mami ose babi, se kush e di çka e hequr tashin e po rrim urt, sa të qetësohet mami, apo t'i bëjmë një çaj, apo babit, këto momente kështu të vërteta që i ndjejmë, po na vjen turp që i provojmë, edhe nuk i bëjmë. Edhe ndoshta nuk i diskutojmë, nuk e themi se kur e shet tjetrin që është keq, të vjen keq se është njeri i familjes. Ashtu, po. Mirë, po na hypi nervat përpara se të na vijë keq. Po e vërtetë, se presim që do duhet jetë mirë kur të vijë në shtëpi apo jo, s'duhet bërtasi në shtëpi. Unë themi vetëm i vend kur njeriu mund bërtasi lirshëm, pa u gjykuar, duhet jetë shtëpia. Se durojmë jashtë në rrugë, në punë, gjithandej, e vjen. Edhe pastaj rrin, jo dhunë, të bjem dakord, jo dhuna është e dënueshme. Ndërsa në një moment mi mos kontrolli vetes, them që vendi më ashtu mund të jetë shtëpia. Më i sigurt. Më i sigurt. Edhe mund t'ju thuash më linin çik sa të bërtas, pastaj hajdeni të flasim. Po, kjo vetëdia e këtij niveli kur ne jemi të vetëdijshëm se më duhet të shkarkoj këtë emocion për një moment dhe pastaj vazhdojmë, është i rrallë ndoshta, po jemi duke zhvilluar gjithandej është përpiqemi të jemi. Po ne jemi mësuar të bërtasim, nuk e di. A e kemi si natyrë të trashëguar që jemi shqiptar apo? Jo, nuk bërtasim vetëm, gjithandej bërtasim. Flasim me zë të lartë. Po. Shikon, po ne e di ku pse e kem unë e mendoj unë, nuk e di se kam bërë, ka këto eksperiencë që kam. Ne japim komand fëmijës dhe e prekim.
Pra, ne nuk e japim kohë fëmijës që ta marri komandën nëpërmjet fjalës dhe jo dhe prekjes. Veprimet. Po prekja është më përpara fjalës. Se që në barkë të nënës. Je perfektin, po. Dhe pra, është më e fuqishme se fjala. Fjalën akoma se ka ndërtuar, është duke e ndërtuar. Prandaj, do kesh durim. Edhe sot këto shkencëtarët thonë që fëmia që të mësoj një gjë i duhet të përsëritur 400 herë. Me lojën thot vetëm 10 herë. Fuqia e lojës. Po ne nuk dim të luajmë. Ajo që të paktën këtu dhe këtë e them me shumë kompetencë, ai që është problemi jonë, madhon, ne nuk dim të luajmë me fëmijët. Edhe profesionistët e kanë të vështirë të luajnë me fëmijët. Pse vjen kjo? Nga vjen kjo? 3 vitet e para kemi qenë djep të lidhur. Po. E dyta thënë ky s'merr vesh. Po. Jemi rritur me atë mendsi. Jepet vën gjumë dreqit bylli gojën, vëri çuçi, vëri këta. Janë shumë mendoj që ndoshta ne nuk dim të trashëgimia historike, kulturore. Dëgjoj këtu, ne kemi luajtur. Kur u bëm 10 vjeç, kur gjushim me burr, po 2 ditë, 5 ditë, ne nuk kur sot ka plot ti shifi dhe këngët që i kemi, 3 çerekët janë mos them ndonjë fjalë tashti, nuk të mësojnë, ndërsa fëmia e mëson shumë mirë një gjë nëpërmjet të kënduarit. Dhe kam vënë re që shpesh herë e përvecojnë në gjuhë të tjera më përpara, për shkak se janë më të kapshme dhe janë më edukuese. I tregojnë ato majtas, djathtas, ndërsa ne kemi të tërë këngët, një këngë të bukur që kishim dhe atë e tham ka qenë me Mirelën. Ajo, po Mirela më kishte mësuar emrin dhe në vend që do duar trokiste qyteti, than turp të kesh që mësove emrin. Po. Është këngë shumë e bukur, muzika është shumë e bukur, po kënga është çfarë tregosh tash? Çfarë jemi edukuar në këtë gjë? Jo, prandaj, po kur një rritur dënon të rriturit gjykojnë veprimin e një fëmie, aty është për të qartë. Për keqardhje. Me të vërtet gjëra shumë të çmueshme edhe për prindërit që na dëgjojnë, na ndjekin, edhe me të vërtet më pasionon kjo një ditë i parë. Është shumë, duhet jemi të vëmendshëm në këtë. Të fillojmë ta flasim që dhe ta mësojmë. Komunikimin. Se i lehtësojmë dhe jetën vetes në të ardhmen. Nuk do jenë base këto problemet pastaj në adoleshencë, nuk do jenë kaq të fuqishme. Se dhe adoleshenti është prap i parritur, nuk është pjekur. Nuk është i pjekur mjaftueshëm. Nuk arrin, domethënë, po në qoftë se ti e ke, ai e ka marrë 70%, do arrim të komunikojmë. Do mësojmë ku e kemi vendin, ndërsa kështu ne me një adoleshent sa do të vjen mirë nganjëherë kur përplas derën se thotë, nuk që ka keq, që ka i shnetshëm. Po, ka kurajo të thotë që çiko se jam dhe unë këtu. Dhe unë këtu, po. Mirë po, kur e ke kështu me të nënshtruar, ose të kam bërë kokën, si që themi ne, apo u bë kyt, më bërtasi mua, këto pastaj është problematik i rrituri. Dhe një rritur problematik, ku duket, o bërtet, nuk gjen dot fjalën, e pastaj ka veprimet. Dhe janë këto veprime të shumtuara që krijojnë konflikte. Çfarë mund të vi kështu si një përfundim, që patjetër jo e plot, por e rëndësishmja e madhe është që nga ngjizja, mënyra se si e trajtojmë fëmijën deri në moshën 6 vjeçare, ku ai në një farë mënyre ka kriju karakterin, ka kriju se kush ai në të vërtet është një bazë shumë e rëndësishme që pastaj ai do të reflektoj në adoleshencë, po dhe më tutje si i rritur. Gjithë jetën. Për gjithë jetën. Shiko, të kuptojmë që fëmia nuk ka kohë. Kjo është, të kuptojmë ne jemi qenie kohore. Se kur flitet se jam njeri lirë, jo, liri pa kufi nuk ka. Në qoftë se duam të kemi, duhet ta respektojmë, ta shohim një njeri tjetër. Domethënë nuk ka kohë dhe është një njeri tjetër. Le të jetë çuni im apo goca juaj, ai pa tjetër, po. Por ai është një njeri tjetër. Fëmia që vjen është një njeri tjetër. Nuk kemi replikimi joni, po është një njeri tjetër. Jemi qenie kohore dhe fëmia është një njeri tjetër. Duhet të shkëpusim nga ajo kush jemi ne dhe të arrisim si ta shohim si njeri dhe me njeriu komunikon nëpërmjet fjalës. Atëherë dhe me fëmijën duhet flas, jo s'merr vesh, ose nuk kupton, apo është i vogël, ne e shohim të vogël, jo njeri. Kjo ndryshimi që duhet të trajtojmë tamam, po.
Shumë faleminderit, dëshiroj ta Faleminderit dhe ju. përmbylli këtë 30 minutësh jo të mjaftueshëm patjetër me theks të veçantë që fëmijët nuk kanë kohë. Dhe duhet të jemi shumë të vëmendshëm që Mos ja u çojmë dëm kohën. mos t'ja u bëjmë dëm kohën, po me të vërtetë të investojmë në ta, të punojmë me ta me një vetëdije të plotë, që atë çfarë kemi vendosur në jetat e tyre do të jetë për një të rritur të shëndetshëm. Faleminderit shumë që ishe sot, me të vërtetë u kënaqa. Faleminderit shumë. Dhe për ju të dashur që po na ndiqni, këtu e përfundojmë edhe episodin e radhës. Mirupafshim në podcastin që vjen.